Roli i femrës në hierarkinë e policisë së Kosovës është shumë i rëndësishëm. Do të thotë kemi të bëjmë me kontributin e femrës në përpilimin dhe hartimin e strategjive të ndryshme për çështjet sigurisë, do të udhëzimeve administrative të ndryshme, ligjeve të ndryshme aplikative në Kosovë. Një mesazh tjetër do të thotë i cilën e kisha për dhunën, për rinin, dhunën gjinore dhe stereotipet, është që kërkojmë nga ata që të harrojnë portretin e femrës si anvise. Nuk ka nevojë që të ngulitet në mendjen e tyre, në kokën e tyre. Femra anvise duhet, do të thotë që të kenë parasysh një femën kombinim tradicional dhe profesional në këtë rast, ku kemi vazhdu do të thotë tradita tona si nana, si motra, si prind, do të thotë të shumë të përkushtuara, po njëkohësisht edhe profesionalisht të përkushtuara, ndërsa do ta eliminojnë edhe stereotipin për mashkullin i cili është vendimarrës.